asgjë nuk jem. Edhe njëherë, urbet kam vet. A kjo jetë që merë, asgjë nuk jem. Përshëndetje gjithë ata shokët e mi në fakultetin e muzikës që jemi. Prej Manuelit, Klarës, Ibrahim Jesinti, Podojeva, edhe gjithë që jemi aty. Pjarë edhe emri ka pak nuk ka pas një arkitek shumë të mirë, lagjën time. Qa ke bo me asë lagjën? Ta shkryet, si vjetë, po vitin ashëm, korrik, po përfundon gjithë. Ta shkamet vetëm finale. Po, janë shumë njerëz të mirë ata ma kresht atje. Shumë njerëz të mirë, shumë. Fshati ma kresh. Me qenë se do njerë, kena kesh kuptime, kësi kuptohet, ama janë qenë lokale të mirë atje, shumë. Edhe ka lokale brillante. Prej ku kalon Gilani deri të kulla e Artanës, full me lokale të mira, dhe me të lokale restorane. Po komuna po punon mirë, tash projektet ndërtimore, u bo toka, po në shta, tokë ndërtimore, edhe po zhvillohet shumë ajo rajoni atje. Rrethinat shtash shumica janë zhvillu. Po. Edhe ma shumë njerëz që jetojnë jashtë Prishtinës se në Prishtinë. Besoj që kjo autostrada Prishtinë-Gilan po përfundon. Edhe prej autostradës deri te Makreshja është 7 minuta. Po, lumjaj që ka investu aty dhe që ka ble, sepse është vend i mirë dhe ka me pas edhe ka perspektiv shumë. Edhe hajde dhe ti? Kismet. Po valloj, ta apëm një shpi me këste. Po dhe kësha marrë një me vetë. Vallaj, sa njerëz mire ka aty, që posa qërish fshati që janë banor aty, Makreshtja njerëz shumë të mire. Makreshtja e për mi poshtëm. Kanarë dhe prej Kanadës kanë investu aty, prej Zvicrës, restorane. Ta anë robit aty, jerim shumë. Po, jo vetëm une. Kretë kanë investu, shumë mirë, ajo është bo shumë brend ai vendi. Edhe ka mu bo brend edhe më shumë momenti që kryet autostrada. Po, kuptohet. Sigurisht që nësë kena pas provoj fillim, po me ko jam sprovu, edhe jam provu, edhe kështu që jam mësu. Pak në ka marrë, sepse është gjendje më një shime rasu më punonë, kuptonë nëse bora. Tash djetor janar shkurt, kam një familjarë të më bekimin, a e punon me fëmijët aty, edhe ju 5-6 punëtor, derisa marsi, fuqishëm, deri kurik edhe përfundon. Po, është projekti radhës të poshtë, po unë nuk jam vetëm 10% jam aksioner. Po, është një femiju i Zvicrës. Femi Ramadani, aja është të bo projektin e shumë gjigant. Më tonë, apet në qëtë lagje, po nërë. Edhe kështu. Lumi ata që investojnë bre Kosovë, vazhdisht do njerë që unë jam i dëshprum, do njerë, po atin dhe sepse nuk e kom njohë biznisin, po Kosova ka nevoj për investime. Pse me shku na jashtë me punu, kur kena pun këtu? Punëtorë. Ka mbo investime, ka shumë, unë ndërtu shumë. Kosova? Shumë. Mega. Punëtorë kraj, punëtorë shumë lirëve, gjina me angër dinarën atyre. Shka zotën do Gilanit më kanë dimu shumë, do firma, sa erë ku marrë deri 100.000 euro borgjë aty, kur s'm kanë qetë telefonet. Ku pagu me etapa, adina ma kur më kanë dimu shumë. Ka njerës mirë, do një farë devaja, në nisi, aji ku s'kom jaru, gjela bazi, po, gjela kom, aja është, qona kom. Dhe më thonë, kanë dimu shumë kur... Sa mirë që javë den, Po, fatë mirë, që bonë... Njerëzit e zakonisht i harrojnë, apo kuptan. Kur shkon një kohë e gatë dhe nuk i harron, që ajo është sa në mirë. Jo, qëfarti, një farë keramika, shet, adin fatoni, ku mund vitijes.
Që është normal bëj ai. Më thonë ai vetëm, më ka thonë vetëm shko merr. Edhe mi ka prumër vetëm, rastisht jam taku restoran me ato, hajde bëjmë një foto, nuk e di çka, po çka, ta unë kam qenë me bashkëpunu. Gjabi, kujdes mikrofonin. Mos fal be për gjën, lej. Edhe kështu. Po dhe? Ha? Po. Si presim edhe ty. Kismat, po. Po ti më pate vetë njerë? Po, të kom vetë njerë. Se do isha me marë se qika po mu ka tek që ke vëgla. Të lyp një shpi me pishin. Edhe i kom premtu që kom e ta realizu edhe kom e ta bohe. Mami, pse po jetojna në banes, pse po jetojna unë du me pas një shpi. Qëre, për këta gurbeqarë që janë në Zvicër, Gjermani, diaspor, une, për mena jena lodhë me banesa atje Zvicër. Jena lodhë, adin byllur, ama... Po fëmija kanë qef me ama shpi, ma mirë është banesa, kur ta këqyrish një banes me blje Kosovë, a di pse? Se ti dush me mshet shpije. Ajo bëhet me mik, me barimaga, barimaga, më falë, edhe s'ka kush me ta këqyr shpijen, a kupton? Banesa ashtu që qelish e fshish një ditë, ose t'irish të le. E mshel edhe qel, që ajo. Për ne gurbeqarë ma mirë vëllaj. Me pas edhe një vill, apo kupton që shto, me pas për vikende, për radenaj herë, ven malor, ajo është sa një mirë, burë. Po me mundësit, qa me bo? A ki ponu do një përveç shku me atër në studio, ki ponu do një kam nga jo? Jo, i kam do projekte që mi kanë qu. Ti kanë dërgu me dëgju? Po, me bita dhe me tekste, komplet krejt shto. Po, nuk e kom asë njonën se kom rendu për me boa. Po dhe me mu, në ty, edhe në thiri edhe e Shqipni, mos me përmend emrin, për klip kërkejt, po ty su lamrojë mu, edhe për mu ka qenë okej. Unë e prit që aj me më lamruaj studio që shkuma, dhe në bashkë. Dhe kriketin e pretshone, aj me pun të veta. Në thash të qka thot Fljoda, thash për mu okej. Vetëm blema orientalin, referenin, a dita këndojë, unë qash. Lab, po duhet ka njerë me menu qa po nëzira, e të kuptuem. Dheri sa po ta therë, në shpirt. Sigurisht, ama dëgjo, do njerë kam konga unë, a një qa puna është që me bo diçka të mirë, që mund dëgju jashtë, qëre, une kam shumë kongë, une kam bi 100 kongë, që shpirti, kur i dëgjoj, shpirti ma knaqë, zemrën, qetësona, a kupton, edhe flajnë do është ta natëm, në gjumi me ato, ama publiku nuk është për publik. Ti nuk e din publiku do një qëtë pranë? Nuk e din dhe, qka? Une pak e kom stilin të e din ma të veçantë. E kam ma të veçantë, i kam do kongë kështu ma ndryshe. Edhe tash njëri du të me gjithë vetën pak. Sigurisht. Që ta? Në projekt. Që me ka për shambë për klaba, je të kuptu. Po i tite që to për shambë që ki bo me stresin tym, ajo tjetër tani një që ki bo në alë cilë është ajo. Unë e kam edhe një kongë me Manin, me djallin e ata të Mzio, vlezrit Mzio. Po? Manin, apo një Manin? Manin, këngëtarin, fustanin që ta sola unë, asë edhe shpër hatrin tim. Është e mira? Ndështë e kom dëgju? Ndështë unë e kom dëgju, po që? Mirë është, shumë e mirë. E kom bu me ta, a i më kënon ma stilin tanë. Po, e kom bu me ta, po ka ecën konga me ta. Diçka ecë, qëre, varzisht tash, a ki pa tash, repera i shkojnë për 24 orë 1 milion, ama publiku nëse është diçka si Tallavasi me vazu për darsma, heca e. Heca e lishojnë, adi ka nevoj darsma DJ. Ama ki pa Sinan dhe Saliu, për shembull, nuk ka shumë shikueshmëri. Ama ajo është perlë si këngëtare, është perlë shqiptare. Sinan dhe Saliu është... Ka dhe karakter, ka dhe... është tjetër nivel. Ki pa 200.000, 300.000, nuk i shkojnë 1 milion, 2 milion, por ajo kënga dëgjohet për njerëz urban, për njerëz të shtresës lartë. Sinan dhe Saliu të këngë të Sinan dhe Saliu i kënojnë këtë njerëz shaknojnë populore. E sene. Ama për para u kom problem mi bo 2-13 milione. Imaginati 2012-2013, kër e kom bo në këngën FB, të Fjori, i kom kap 2-13 milion për me njerë. Imaginoje.
tashni. Edhe unë e kom punu të Ma u kong e studio ti, dëgjushme, në e të kuptu. E kam pëlqy krejt, e kam dash publiko. Që tha? Edhe unë kom punu një këngë të aji, ka qenë në plan me punu ajo kënga me Jasminën, që në këngëtare super e talentume. Super. Kur them super. Me këngë shqipit mesme, me jugut, me tallava, me baladat orientale, baladat serioze, moderne. Por ajo në atë kohë ka qenë shumë e reje, edhe nuk u viki studio. Prit, tani une e mora si desha me marë si aktore në klip këtë Donjetën Kosumi Kallash. Edhe kur u bë puna, edhe ajo erdhi rastisht studio, tash, a diçka, ajo s'po vjen as gjëzim, a i ka qezu stu, më falë, në fakt e ka qezu vokalin, por nuk vike gjërime. 2 herë. Ka qenë re, kuptohet, atin edhe s'ja ka një, edhe Jasmina s'ka. Edhe Donjeta erdhi studio me pa, edhe aji Ervin më kohën qëta. Aji në pak kabin, aji kënoj sa. Ajo të dëgju muzikë çdo natë, ku ka punu ma erë, ta kupton? Edhe ka inë ajo kryja, din muzika, kupton? E kënoj refrenin mirë, ta mirë, që ty ri. Hajde për qesim qështot. Edhe o bos, kush mari, ku, ajo veç mu nuk ma beson, e botën në kraj e ka, beso atë që e don, ti me na. Ama shumë kënga e bukur, shumë kënga. Edhe ajo e ka, a disa mirë ka kënu. As nuk ka përdor shumë, adin Ervini, jam befasut është ti, qabo. Ervini është një nice, është një përshëndesim nga zemra. Lokun tim, aja është zemra eme. Mi ka punu, vallaj, një balad për nëna fëmijëve të mi, Ervin Gonxhi. Shumë ka nga e bukur. Loti fëmijëve të mi. Në më thëmë edhe, po, loti fëmijëve të mi, falë. Edhe ka punu ekstremat këngër. Shumë që më ka flajt. Edhe kom bo pa ta bo Barë dhe Zi, atin në Barë dhe Zi gjirimi, shumë veta besoj që e ka prek. Tani ma ka punu, Ervin mi ka punu një 8 këngët. 8, po. Sa mirë. Dërsa ka qenë me studio me Florin. Studio me ato. Se kanë pas një studio, po 2 i kanë pas me një po ka ti 2 që ka qenë ajo. Tani 3 studio kanë pas me një. Shumë po më dhëmë që kërënë. Se po më fletë tëranë, gruja jam e fletë në këtë anë, unë e fletë këtë anë. Shumë po më dhëmë që tu. Dejtë mësohësh. Na. Poja që të kalzoj, me ma idhu nanën, buhën të shkurtoj. Për shemë një pyetje me talon. Ullë dhe pak. Sun përri ullë. Ja, pa ullë. O sun përri ullë e burë. Qka është primare ardhja jote në Big Brother? Qka është primare? Dhe më thënë, cili është synimi jote? Synimi jam. Po. Synimi jam është, me të thonë drejt, ardhja jam në Big Brother, u konën ta prap. Nese, unë e dina kena folë që Kum vendos. Që ki edhe vitin, para këtë rejnë. Si vjetë që ta është, unë e kum vendos ta prap. Shka, thjesht me sfidu vetën. Po. Edhe me të njohë publiku jashtë. Edhe me njohë publiku që shëm edhe që shëm. Që të kanë fydo njerë, që me pa që ti e realitete, je vajzë e mirë. Nuk është që ma linë më shumë, ata që më kanë thy, se s'ma ka një korë e din, ata njerëzit që më dun, e din që nëse vras menjen. Se nuk ka, si jam vishën e vetëmja, në muzikë, në artë, që e kanë gëshdua, që shtohe, fëllë drejtë. Edhe yjet botërore, edhe të Kosovës, edhe krejtë. Ki para gjykime, ki gjykime, krejtë s'mujnë me dasht labë. Edhe Bebe Regja ka qenë një farkua dikush, po. Aeroporte, krejtë regoshta. është normale aja. Dërisa ke menu me hi në artë, mu bu artiste, do është mu përbalë gjithmonë me të mirën dhe me të keqen. Do të që ti gjithë ditë je i mirë për gjithë publikun. Une,
Arsyeja është vetëm që du me sfidu vecën edhe thjesht me kallzu Edhe me nejt fjollën pak më shumë. normale. Ha? Edhe me nejt Po, pak më shumë. jo, me kallzu fjollën normale. A në dhe qysh pranoj është që edhe me nejt pak më mirë. Qa ja? Edhe me nejt me ty pak. Gjesa s'na ka ra kur vetëm disa herë. Që ty te lokali, jo. Jam Grem. Kujdes mikrofonin. Te lokali, jo, të nejtën pak. Aty të peshku pak. Qështu? Te studio pak. S'na ka ra shumë. Me mësi pres mu kap me jetë. A? Me mësi pres mu kap me jetë. Me mësi. Me mësi. Da. Ha? Se? Kështu? Kështu? S'ke bo fjallë, unë sa jam kor, nuk ke bo. Unë e vetëm bëj tema. Ti s'ke arë të lavenderia, sa bukur kena folë me Sasën. Sendet shumë të mira. Kam qenë me folë me ty edhe me tonën, një qështë cili ma ka qelë, edhe cila jashtë besoj që është duke përfolur kjo, se ka dalë një lajmë që unë kam një dashnore. Apo, A a? kupton? Edhe ky ma ka përmend. Për jashtë, e kam qef tash në skurvjen tonë dhe ti me qenë aty, mi ja spjegu. E ku pe dite që ka do lajmë? Falë? Ku jetu e dite që ka do lajmë? Po, unë e para se marë ka dalë. Apo, a? Po dhe po. Edhe kjo e ka pa. Apo, a? Edhe kam qef E me... qka, a është e vërteta së është? Nuk është vërtet. Çfarë vërtet? Jo. Po, ja spjegoj që shtek. Adin kam qef tash kur qetësohet ai. Edhe kam qef dhe ti më konë aty. Si të shpitar. U bo. S'unë e s'pas në një korra, Të lutëm, adin kam qef më konë edhe tjetër. Po, mos të anin. Sepse është një vajzë e cila nuk është një shumë shoqe e mikja ime, edhe nuk bën mja up kismetin, se foto janë me mua, kupton? Shoqin shbesim edhe ti që kena dalë, edhe du të mja spjegu, adin që publiku me kuptu, se... Sa në të keq kuptuan? Po, dhe... Ka shumë sepse sene edhe dhe ajo për është mund që kanë thonë, vajzë e cila unë da, edhe është vajzë e cila pret kismetin, që na mja up kismetin. A kupton, a që shtu? Se është vajzë shumë me mire, familje e mire, ndershme, respektume, privilegjume, është një vajzë dentiste, Gjina. Gjina. Shko. E ky ma ka përmendë, unë du të me tregu publikut. A që shtu? po, të dush me tregu të vërtetën, shumë e saktë. Toni! Arton! Po, kam nevojë për ty. Toni! Edhe 5 minuta. Okej, 5. Se shumë e rëndësi është kjo. Shumë e rëndësi për familjen teme, për publikun teme, për familjen teme. Se qyre, fjolla. Te ne, unë e di kum pas një debat shumë bukur me Sasën, me Labinoti ku afru, me Shkurta, adim. Se te ne, për shumë, po më pysim se si ki pranu motrën 5 vjetë. Te ne, ala, ku dhe të njoni familjen teme. Varzisht që them unë po, pa e thot mendimi gjyshi jem, e lagje jem, na nuk marrim, nuk them po. Se ala, edhe që jena nda, që çdo kush kemi shpitona, ama na diçka mundodh këtë jemi një. Bashk, po, për di. Ja, edhe të ketë që të mire jemi full, me njerë. 100 antar jemi, pre gjyshit tem. Për të gjyshit, jemi 100 antar, mesa, nipat, kusheri, agjallart, a kupton, prej së gjyshit tem. Edhe na pak me ndodhë diçka, qërë dërsen, ama ne edhe djemë të vlau gjyshit tem, pa e për gjyshin tim, nuk bëjnë ku gjë. Se është aja, din që është gjallë, edhe unë për shembull agjen, ku nuk është agj, është djali agjës tem që është Musa, aga, pa e pyet ato, do shta nuk e marrë mendim, do shta nuk ma një thoi që që thot aj. A dit, po unë e s'paku respektuaj, me thonë qka që shteka, kupton. Kur ja kom njës dy shpia, e kom pyet ato pianisi. Unë s'kom pyet grujen, si kom tregu, ato e kom tregu, edhe më kanë ndihmu me pare, kupton. Me thonë, janë disa sene që alat e na, fjala e vjetër, ekziston. A kupton? Toni, kalun 5 minuta. Shkoj di më banë. Ani, ta na shkojmë aty jashtë, full, mos e... Na shkojmë, a do në jashtë a mrenda? Jo, mrena po i. Ani.